Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian, Blerim Bexheti, ka përgënjeshtruar pohimet e zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti se 3 ose 4 deputet do ta braktisin Frontin Evropian dhe do t'i bashkohen koalicionit Vlen. Në një prononcim për televizionin Shenja, Bexheti për më tepër ka kërkuar që deputetët shqiptar të vetëdijsohen, të tërhiqen dhe të mos mbështesin veprimin e qeverisë, që në parim sipas Bexhetit është antishqiptare. Në prononcimin e tij, Bexheti tha se Mexhiti pasi doli nga BDI-ja u bë zëdhënës i vëmëro DPMN-s. Në kontinuitet deklaron se 3 deputet, 2 deputet, kështu liciton me numrat, pasi që sigurisht niset nga parimi vetvetes, duke llogaritë se duhet t'i shërben dikujt dhe mendon se edhe deputetët tjerë do të nënshtrohen dhe do të luajnë lojën e tij siç preferon ai, ta quajnë lojë, pasi ai gjithë këtë proces e kupton si lojë, ku situata është jashtëzakonisht serioze. Tha se deri më tani zyrtarisht nuk kanë koalicion ose marrëveshje me ASH-n e Arben Taravarit. Bexheti foli edhe për ndarjen e komunave, megjithatë potencoi se ende është herët, por përsëriti kërkesën për zgjedhje parlamentare së bashku me ato lokale. Ne shpresojmë dhe besojmë se kjo shumicë parlamentare, pasi që është në situatë që me të arnume, si i thojnë na gjuhën popullore, vjeton, besoj se kjo pakicë shqiptare që ka mbet atje, do i thirr ndërgjegjes së shkelur që e kanë vënë që në fillim, që vendi të shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme dhe të kemi zgjedhje të përbashkëta parlamentare dhe lokale, dhe normalisht kur bën koalicione, është shumë normale që kandidatët pastaj të jenë edhe të përbashkët. Ndryshe, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti në prononcimet e fundit mediatike ka potencuar se 3 ose 4 deputet nga Fronti Evropian do t'i bashkojnë grupit parlamentar të koalicionit Vlen. U përfol edhe për daljen e Selës nga Fronti Evropian dhe hyrjen e tij në qeveri, duke ju bashkangjitur koalicionit Vlen. Në opinion janë përmendur edhe emra të tjerë, megjithatë ende zyrtarisht nuk ka asnjë lëvizje.